Të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. Në studio jam së bashku me të mirënjohurin Vladimir Seiti, një kërcimtar dhe koreograf i Shkodrës, por që edhe përtej Shkodrës ka famën e tij, ka aktivitetin e tij. Mirëmëngjes Ladi, mirë se keni ardhur në studion ton. Mirëmëngjes, faleminderit që më ftuat këtë bazë bisedim. Në fakt, ju jeni shumë i njohur për qytetin e Shkodrës, sepse në ritmin e valleve duket sikur kanë kaluar dhe vazhdojnë të kalojnë të gjitha ditët tuaja, vitet, aktiviteti juaj. Në fakt, të vallëzosh, është ritëm, është entuziazëm, është adrenalin, është gjithsesi një entuziazëm që përshkon skenën dhe spektatorin që duar troket. Një kërcimtar, kur është në skenë dhe është natyrisht në këtë vorbull lëvizjesh, çfarë ndjen? Kërcimtari një atë gëzimin e vet që ka për profesionin, sepse gjithmonë gëzimi kur merresh një periudhë gjatë me të bëhet profesion, ose e kanë me pasion, edhe ata që se kanë profesion, gëzimi në qoftë të hinë në zemër, që më hanë është kësehet me qef, por edhe ata që s'din hyq kur kësejnë knaqen, kanë atë çlirojnë adrenalinën e tyne, ose si thuhet sot, gëzimi është antistres. Në të vërtet, ju ka ndodhur që pavarësisht sepse jeta ka ulje ngritjet, ka streset e saj, siç thoni ju, por kur jeni futur në skenë, në kërcim, jeni rrëmbyer nga emocionet e kërcimit dhe i keni lënë më njanë të gjitha. Normal, jo vetëm skenë, jo nuk e përmenda kot pa, edhe një amator që vjen me mësu diçka, kur hin në procedurën e mësimit të kësimit, i harron gjitha tjera që ka. Ka shtanë, është antistres, sepse të largon nga tana probleme si ti ke gjatë ditës ose gjatë periudhës tame. Në fakt, çfarë ka qenë dhe është për ju arti i të kërcyerit? Arti, tash jam ba gati 14 vjetë që merre me këtë punë, dhe normal që tash ma ba pjesë e jetës. Kështu që derisa të kem takat vetëm me këtë punë nga më marë. Në fakt, në Shkodër, por jo vetëm, Ladin e njohin për këtë aktivitet, duket sikur në çdo hap që hedh ose në çdo rrugtim që merr ke ritmin e vallës, por edhe misionin për të sjellë në skenë ritme vallësh, sepse në fakt ju jeni kërcimtar, por edhe koreograf. Po, kërcimtar kam vazhduar deri rreth viteve 19, ma që u presh ma thënë si gërp që ishim ansam në jonë. Ma që kam kena kësy me hope, një aktivitet e fundit ka kena që kena ma atë recitalin e parë Bëjar Qaminit dhe vjen koha, s'kena do njerës të ri, do në... Por ju jeni përsëri atë? Dhe unë me koreografin jam marrë që ishë në 77-ën, kur kam kryer kursin e parë të koreografisë nacionale. Në fakt, unë këtë rrugtim tuajin do të desha ta nisja që me fillimet tuaja. Me fillimet tuaja kur ju e ndjet se e keni një mundësi shprehje, e keni një armë të fortë me të cilën mund të ndjeheni jashtëzakonisht mirë. Fillimet gjithmonë moshën e fëmirisë, më hanë. Njëri ka qef me kam provu futbolin, kam pas të njerë Hasan, kam provu volleybolin, kam pas Mark Grimçin, në atletik, patar,
zot një feti, fetizdarin, pa të marri për ju, dhe aty se isha ndone i pari në tëna shkollat të vjeqare, qithë edhe 50. Me vale, kam shku, kam arë, një periud nuk kam ken... Nuk e ke patur të konsoliduar. Po. Më shëllaj, shtymin kryesore, konceptin e kësimit, Mallaj njeri Kodesani, a ishte ai që mbani me do në skenë me zesë, më hanë. Edhe atë prej ati e kam atë fillimin ose pasionin e kësaj punë. Si ka qenë pikërisht ajo nisje që ti e ke menduar se kjo është rruga jote, që në daljet e para? Tashi, thashë dhe jere, kam fillu me Kodesi, mas e erdhen morën Nikodin Ujka që ishte me qenë me shpinë e kulturë. Aty më se meta se kisha dhe dashok si aty dhe... Nuk mund të ndashe për tyre? Meta më se... Ndërkohë që mendoje se tashmë nuk mund të ndashe më nga kërcimi? Jo, unë pak fillimisht gjithmonë i kisha qef të këcime tjera. Në atë kohë, po, ne nuk në lehën, o dushe me kësy me bale, se që bate fjallë me kësy tjera. Po ato në për kësu mramje si kisha bëllë qef. E më së nëjë fillojmë hinin qef edhe valja. Dhe në të vërtet, të gjitha ardashtit në Shkodër mbajnë mend një grup të shkëlqyer, i cili mund të krahasohej ose të konkurronte edhe me ansamblin e këngëve dhe ballave. Le të përmend disa prej emrave që më vijnë tani. Sirian Selimi, Ladi, Bukuria, Drita, mos më lini që të harroj. Flamur Hoxha, Ludzim Hysi, Barkadia, Sadi Kruja, Drita Brahimi, Ljoda Glasovi, Rita Gjeka, Gjetja. Ka qenë një Elin duke? Lavdia Gulli. Po, Lavdia, me Kaqurela. Ljedeta Brace, pa, ma e di kanë kënë. Edhe ato qifte që delinin në skenë, dy nga dy. Jena grupi që më hanë me jetë më të gjatë në aktivitet në Shkodër. Pra grupi i dytë i valleve, se një grupi parë i valleve është pa kriju nga Filip Gjergji. Koreograf edhe këqimtar shumë i talentu për kohën e asaj ai grupu shkërinj dhe jena në masën që e kena pasu, në kena fillu në që grup i qenësh kulturore, pra me shpine kulture, jena 172 dhe në mëdhete. Një periudhe e shkëlqyer. Një periudhe shkëlqyer që vallet megjithse për hir të së vërtetës Shkodra e traditave ka në të gjitha fushat, në vallën e Mirëfillt nuk mund të themi se kemi tradita përveç këngëve të shtregullave, ato këngë ku grupet dialogojnë me lëvizje me njëri tjetrin. Paka shumë ky është kuadri i valleve tradicionale në Shkodër, ndërkohë që ju përmendët mjaft koreograf dhe grupe që e kanë ngritur vallën në skenë. Është një gjë e bukur për Shkodrën, apo jo? Ne ishim një ansambël, dhe ansambli gjithmonë, jo vetëm ansambli jonë, po gjithë ansamblet që kanë pas, që kanë kënë për Shqipërinë dhe për rrethe, plus valles tyne Mirëfillt, u do të mi kultivu dhe vallet e tjera. Sepse për shembull na ka taku medaljar, me shku në Turqi, me shku në Zvicër, edhe ne nuk do të shkoshim vetëm me materialet tonë, ne përfaqësoshim Shqipërinë. Dhe kur ban fjalë me përfaqësu Shqipërinë, atëherë do kësejmë Tërpojën, do kësejmë Tiranën, do kësejmë Dibrën, do kësejmë Kuksin, plus Malcinë e Madhe, se tipike ishte valli e Malcisë Madhe. Si e kësyshme për ne. Se valla shkodrane e kena pa ba një material në 74-shin, edhe Enver Birko na avuni në skenë,
Bagi e bukur, banë dhe teshat e tana, mirë për tash, për mu ri, vlerësu, badhe shkodane duhet kostume. Kostume kena pak ose ashtë pak, mirë i ban se merë kush për sipër, edhe kështu që thaj dit Zepqoba tha kena mundësi me ba një material shkodrani, ka materialet e bukura të veda si krijan. Unë i thamë nuk pritem i ban se nuk janë fakt vështira. Pas mund të gjenë rivalën shkodrani me gjublet. Naturisht. Valë shkodrani Pra janë njësër elementet. janë danë veshin e vetë, qofë muslimane, qofë katoliken, qofë për burët, qofë për djemë. E kur nuk investon kush mi ban të materiale. Ju përmendët disa emra edhe koreografësh, Kolet Stani, Nikolin Ujka, Filip Gjeti atë nërë parë. Nikolin Ujka, më pas Nejat Agolli. Nejati, po. Edhe më pas vim në ditët e pas 90-s. Pra ka patur një ecuri. Po, mas 90, më sonej të grupet që kina kënë si puna e onë, që me u shkrina. Shumica iken, për i këtyne, plus që edhe nuk ishte ma organizim e mirë pjell. Është shumë... Tash ka da një 2 vjetë bidezdia janë banë që bashkia ka investu. Kam investu për me majti grup të cilin e majnë Aldaja. Me grup në fakt ju përmendët emra kolegësh tuaj që keni qenë në ansamblin e Rozapa në vitet nga 72 në 90 që do të thosha vërtet një profesionalizëm në të kërcyer. Ladi është ai që ka vazhduar. Mund të më thuash për rrugët në një farë mënyrë, në një ravizim të shkurtër, rrugët e artistëve të tjerë kanë menduar të bëjnë diçka për kërcimin apo e kanë mbyllur atë kapak në jetën e tyre për të vazhduar me të tjerë rrugë? Për shembull Siriani me bukurien jetojnë në Belgjik, ka një restorant, Siriani puna buzhinier, shumë i mirë, e s'kan lidhe ma me këtë punë. Lulli është në Amerikë, ka i firmë kështu si mërtimit. Po, është krejt tjetër me artin. Merret ma atë punë. Po ju e vazhduat. Unë me ta këtu. Unë me ta këtu. Po mund të kishi vazhduar diçka me më marrë tjetër edhe me t'indorë. Ja, pra, se jeta në rrugën e valleve ka pulsuar në damarët tuaj për të qëndruar për gjatë gjithë kohës. E kam punu mëse me fëmijët, me këta brezat. Si koreograf tash. Si koreograf. Pra në qemet kulturore fëmijëve. Për të zbërthyer një koreografi, për ne që nuk jemi specialist, çfarë duhet, çfarë keni ju parasysh? Në rrallë parë duhet me menu që do me ba. Kur me menu që do me ba, të e zgjallë muzikën, që ke thjesht me instrumentale, ose dan me ba dhe me këngë. Masaj bërthet kryohen lëvizjet, pra kombinohen lëvizjet, të mbështet me tekstin edhe muzikën. Dhe ju keni krijuar valle, kërcime, nuk janë të gjitha valle në kuptimin e valles popullore, po kërcimet jashtëzakonshme. Balete të mrekullueshme. Balete moderne, se balete është fjalë e madhe, por kërcime moderne. Është një marrëdhënie që tashmë ju keni krijuar me fëmijët. Si e transmetoni këtë tek dëshirat tuaja artistike dhe tek ajo që ju shihni tek ata? Pa tash nuk ne jena mësu me punu me fëmi, edhe ma me punu pak ma me të rritu në është pak e fshirë. Nësa fëmijët i shep se e kanë me qef, e kanë me pasion edhe me si shpresin me mësu lëvizjen. Po pashtis ma theshin a i rrim pak kështu, unë jam mësu me me, pak korrekt në kuptimin e punë, si kam qef mi mësu, edhe e kam pak fshirë mi toleru, si ma haqë mirë më ke. Pra nuk toleroni? Ja, nuk jam ma baves, se kumplen. O me mësu mirë... E ngrini zërin do njëherë? Pa,
Po shkan ka herë. Sepse duhet përmbi muzikën, përmbi Rritet. lotrën, përmbi ritmin. Tensioni ka herë se Por unë harrej ka herë se janë fëmi. Edhe se s'ban kam qef mi i trajton si artist të rritur. Po. Në fakt e keni marrë këtë kërkesë që ju keni shpërndar tek fëmijët, e keni marrë si kënaqësi? Patjetër se e kam marrë. Patjetër sepse punoj shumë për me dalë diçka, kur tham me dalë diçka mirë, se më që mu pa në skenë bukur. Edhe nuk jam kur si hatma se pa i gjerri, se e radhi që si janë, jo, i natë, ma mirë, mas me më dalë, Pra jeni shumë kërkuar. o me dalë mirë, ose mas me dalë ish. Unë dua të përmend një personazh shumë të rëndësishëm në jetën tuaj, se s'ka se si të mos jetë, sepse është djali juaj, Muamir Saidi. Unë e mbaj mend që të vogël, që ishte jashtëzakonshëm në skenë. Do të më tregosh curinë artistike të Muamirit? Ma mirin, unë e masha në prova kështu për qef, që në atë kohë me a hek gru, se gru kishte punë, në të shpise, unë e masha me vete. Një për ju, vjen një ftesë 97 me shku në Turqi me grupin e fëmijëve. Edhe, ata grupi si kisha, unë ishin këta 7-8, pa ishin tanë. Me një farë moshe. Më mirë ishte 5 vjeç. Vetëm se e marrën atë. U banën listat, u banën janët, u pregaditme. Me po, për fat, u shtyja i mujë. E shtyjën ata, po që ditë farë. Po, me procedura, po? E më thëtë mund të marrë dhe unë, thëtë djani. Marrë. Atë vinë ata si kësentis, që keme marrë. Jo du marrë për qef, ja për qef, s'ka e Nuk lejohet. Nëse ma voni mushet me dhe du marrë me kësythet, pa që dhe me kësy, ytë valën e tërpojsh, ku e din të e thamon. A i vetëm e kishte pa, nuk e shqipësha se qohet me banë e levizja. Mirë tham, po mësove të batë marrë. Kishëm edhe nga 15 ditë, i pjesë bogu, pjesën e djembe. I tharë, vetëm i këtë nasë e më pësanë, ku e puna për mi pa materialet, me 3-4 ditë para se me shku, e shofim të ma mirë që më dhe, e ki futu, po i thamë, i kam lanë fjallën që, po më shove, kam e të marrë. Pa që kime marrë, thamë, e kida kry... Procedurat. Pa e thona, ose e marrë në pashaportin, atë ko ishe i regu, e marrë me pasaport tanë, se të që ishim të shku. U kryrën edhe procedurat, se ashtë pak e gjatë puna dhe aty pse i për herë parë ta maksimal, 5 vjeç në Turqi. Edhe ka qenë i jashtëzakonshëm. Unë e ka marrë me qefën. Më pas, Muamiri ka një formim artistik. Po, Muamiri marrë hini shkollë për piano, 12 vjetë piano, bani begi mirë. Sa ishte ama, ishte shumë mirë, më thëmë. U tërhoq pak për pianos, edhe tash e ka me qep pësimit baletin. Vazhdoni babë birë. Po. Nga ajo datë, kur ishte paka shumë 5 vjeç, e që kërceu në një skenë të huaj, së pari, është e veçantë kjo, edhe për të vazhduar. Kena shku Kosovë, kena shku Macedoni, kena lizë me grupin e djali, se i ka kënë në grupet më të mirë si që kam pasën. Në fakt, si është marrëdhënia profesionale në jush? Unë më thënë drejten, unë e la të lirë, edhe kur banë e gja, unë thjeshtë përgëzoj sepse e banë. Ju keni një studio? Po, ka marrë më mirë, ka marrë djali, punën aty me te, edhe ka grupet, ka këta. Sa të interesuar janë fëmijët, moshat të ndryshme që të vinë të kërcejnë? Ka,
ka të interesu. Na tash më mirë ka kriju dhe një shoqat Brezat, me titull Brezat, që në qofë si fillojnë e më pështet në kush më atër mundet me kriju grupe, mundet me marë, sepse për me mësu diken duhet isoj investimit që Natyrisht. por nuk një më i kush. Në qendrën kulturore të fëmijëve keni kontakte të vazhdueshme në aktivitete të ndryshme, në shfaqje, në festivale. Si e ka ushqyer jetën tuaj kjo marrëdhënie? Po, aty këta hekat e mërzin, kohën, se gjithmonë ma që jep kam me me të punu, që me me kota. Natyrisht. Aty kam atë pjesën time të jetë që qëfëry, lirohen, kur krijon njeri. Po, nuk ashtë pat e modhe, me ka ndaj për ju 2 herë një orë, 3, na do na për ditë, për shpjet me kalu 2-3 orë me. Po, në fakt një aktivitet i afërm juaj, cili është? Nga tash nuk ka, vetëm të pa vjen mramja e vitit të ri si bëhet për fëmijët. Edhe aty më lavim materialet më të bukar që Ju i zgjidhni vetë elementet në për shkollën, në për ambiente, apo është dëshira për të trokitur në qendrën kulturore të fëmijëve dhe për të bërë pjesë e grupit të vallëve? ka dhe tërkitje, ka dhe zgjedhje. Pra bëhen të dyja. Se ka herë tërkitja është me dëshirë. Dëshira mund të jetë shumë e madhe, por ne pretendojmë me pas edhe cilësi, e kupton? Se mund bin 200 vetë, se kena me qef, po nërë të 200 mund bëjnë 20 vetë. Si shihni ju këtë krim të grupit të vallëve, e curinë e tij, si mund të shkoj, ne përmendëm një periudhë të ndritur kur ju keni qenë vallëtar, a mund të krahasohen në një farë mënyre periudhat, a mund të tentohet gjithmonë një cilësi shumë e lartë? Herë grupi, qoftë grupi i vallëve, por edhe qoftë një ansambël, dhe qoftë si nuk ka aktivitet, është pak e vështirë me pas qëtësi. Natyrisht. Kur ka aktivitet, ne kena pas aktivitetit non stop. Plus i ne na bane në atë kohë me punu pesor. Pra kishit shumë motive. Tash edhe këta kanë marrë soj motive, se derisa bashkia i pagun, pra i ka vuj kot, që mu pagu për ata orë, si mësoj nuk ashtë pak, por nuk ashtë vetëm pagesa, duhet edhe aktiviteti. Në qofë si aktivitetet janë mjaftu shumë, atëherë dhe cilësia vjene rritë, që keme danë s'ken, gjithmonë pretendant që s'ken duhet me danë, po kur del s'ken duhet me danë ma mirë, duhet me pru diçka të re, duhet me bëjnë diçka. Së ditër, unë si kam dorë të punë. Ju jeni specialisti, ju jeni ai që materializoni shumë ide tuaja në ritmin që pushton skenën. Ne në qofë si mundën atë është më organizu me kriju në i pështetje të shoqatën që kena, pra brezat. Me pështetje banë gjithka dhe mundën me kriju plus të shkodra ka nevoj, edhe një asamën tjetër. Shumë bukur. Gradualisht, se nuk është... Unë kam një pavor që të pakën vazhdon djadin, nuk ashtu tu vazhdu keq. Dhe tradita vazhdon. Kjo është diçka e bukur. Kjo është një mesazh shumë i bukur, sa njerëzor, aq artistik e profesional. Meqense kemi mbërritur në fundin e minutave të rezervuara për bisedën tonë, kishë një mesazh për njerëzit që na ndjekin? Mesazhi lidhe me zënadin tonë, lidhe me zënadin tonë, është që pa dallim njerëzit të dojnë këcimin, sepse është një terapi anti-stres.
të bajnë për opse qili, në që se vjen një orë me punu diçka, i ka të në pjesë tjera i harron kret. Se në muzikën e ka me dhe të hapi, edhe harron që ka probleme më të nërshme që mund t'i kenë jetë. Por kjo është i herë pika parë. Plus pasaj rinis, prindve si dojnë fëmijët me aktivizu, është kulturë, ma te për se gjithë shka është kulturë. Më të nëjë talenti është. Është një motiv i bukur. Mesazhe shumë të bukura, njerëzore, por edhe artistike. Një jetë që me ritmin, me ecurinë e saj, natyrisht është edhe frymëzuese për artistët, por jo vetëm. Djali ja ka vu studios maj step dance, pra hapi im i këtrimit, që do t'jetë shumë i bukur. Gjithmonë në rritje. Ladi edhe në emër të dëgjuesve, që besoj ke një njohje të madhe në Shkodër, apo jo? Gjitha për me, në njohin. Sepse keni një jetë me këtë aktivitet, një jetë me skenën që e vazhdoni çdo ditë, që i jepni çdo ditë dhe natyrisht edhe ju jep emocione çdo ditë. Do të uroj që të keni shëndet e jetë, aktivitet të bukur, trashëgimi të mrekullueshme tek djali juaj, njeriu më i afërt i juaj, çdo gjë të bukur në jetën tuaj dhe suksese gjithmonë. Dhe unë ju falenderoj shumë për te se